Përshëndetje nxënës, sot në gjuhën shqipe kemi temën folja, ushtrime përmbledhëse, të cilat i gjeni në faqen 172-173. Rezultatet e të nxënit: dallon foljet në fjali e tekste duke përdorur pyetjen çfarë bën, bën dallimin ndërmjet foljeve që tregojnë veprim dhe atyre që tregojnë në gjendje. Shkruan folje që mbarojnë me j, që mbarojnë me bashkë tingëllore, që mbarojnë me zanore. Zgjedhon folje të rregullta të mënyrës dëftore, në kohën e pakryer, të tashme, të ardhme. Krijon fjali duke përdorur folje në kohën e pakryer, të tashme, të ardhme, si dhe zbaton rregullat drejtshkrimore gjatë të shkruarit. Fjalët kyçe që do të gjeni në këtë orë mësimore janë: folja, koha e pakryer, koha e ardhme, koha e tashme, veprime e të tjerë. Diskutojmë për njohuritë paraprake për foljen. Atëherë ne kemi thënë se folja gjendet me pyetjet çfarë bën, ka numër, pra ka numrin njëjës dhe shumës, tregon një veprim a gjendje, e kemi në 3 vetë, të parë, të dytë, të tretë, si dhe ka 3 kohë, e shkuar, e tashme, e ardhme. Tjetër, për foljen, dim se ka dhe zgjedhim, dhe këto janë 3 zgjedhime. Kemi zgjedhimin e parë. Në zgjedhimin e parë futen foljet që mbarojnë me j. Për shembull, lexoj, laj, mbaj, thaj e të tjerë. Në zgjedhimin e dytë futen foljet që mbarojnë me bashkë tingëllore, hap, mbyll, palos, ngjite e të tjerë. Dhe në zgjedhimin e tretë futen foljet që mbarojnë me zanore, fle, vi, pi, rri, z e të tjerë. Hidhemi te libri. Tani do të dëshiroja nga secili prej jush të hapnit tekstet në faqen 172 dhe të më ndiqni, duke parë shembujt me vëmendje. Ushtrimi parë: shkruaj fjalët që tregojnë veprimet që mund të bëhen në vendet e mëposhtme. Dhe vendet e mëposhtme janë në pishin, në klas, në mal, në stadium. Kemi dhënë shembuj për vendin në pishin. Atëherë, cilat janë ato fjalë që tregojnë veprime që ne mund t'i bëjmë në pishin? Dhe mësuesja ka dhënë disa shembuj. Notoj, zhytem, luaj e të tjerë. Pra ju mund të vendosni dhe të tjera, pra veprime të tjera. Në të njëjtën mënyrë do të veproni dhe me ushtrimet më poshtë, pra për në klas, në mal, në stadium. Çfarë veprimesh bëni ju në këto vende? Hidhemi në ushtrimin e dytë. Plotëso tabelën me folje. Tham se folja ka 3 zgjedhime. Në zgjedhimin e parë futeshin foljet që mbarojnë me j. Në zgjedhimin e dytë janë foljet që mbarojnë me bashkë tingëllore, dhe në zgjedhimin e tretë janë foljet që mbarojnë me zanore. Në tabelën e parë kemi foljet që mbarojnë me j. Në tabelën e dytë foljet që mbarojnë me bashkë tingëllore, dhe në tabelën e tretë foljet që mbarojnë me zanore. Atëherë, janë dhënë 3 shembujt për secilën zgjedhim. Folja që mbaroj me j, kemi punoj,
Unë tjetër kam shkruar dhe një shembull. Lexoj. Të tjera do t'i vendosni vetë. Pra, fole që mbarojnë me ja. Fole që mbarojnë me bashkë tingëllore. Për hap. Pra, shkronja P është bashkë tingëllore. Një shembull tjetër që ka dhënë mësuesja është mbyll. Pra, lloja është bashkë tingëllore. Dhe fole që mbarojnë me zanore, autori ka vendosur foljen pi, sepse shkronja i është zanore. Ndërsa mësuesja ka vendosur një shembull tjetër më poshtë, fle, sepse eja është zanore. Të tjerat do t'i bëni vetë. Ushtrimi 3. Ngjyros me të kuqe, foljet që mbarojnë me j, me blu, foljet që mbarojnë me bashkë tingëllore, dhe me të gjelbër foljet që mbarojnë me zanore, por ne nuk mund të ngjyrosim librin, kështu që ju me laps, me një vi, do të nënvizoni foljet që mbarojnë me j, me dy vija foljet që mbarojnë me bashkë tingëllore, dhe do të qarkoni me laps foljet që mbarojnë me zanore. Atëherë, nëse dëshirojmë një maskë ma çoku, ndjekim hapat e më poshtë. Kemi fjalin e parë. Në fillim, vizatojmë formën e pjatës mbi një karton. Atëherë, ç'bëjmë në fillim? Vizatojmë. Atëherë shohim se mbaron me ë. Dhe ë është zanore, kështu që foljen vizatojmë do ta qarkojmë. Në të njëjtën mënyrë do të veproni dhe me fjalit e tjera. Ushrimi 4. Nënvizo foljet, qarko kohën e tyre në fjalit e më poshtme. P është e pakryer, T është e tashme dhe A është e ardhme. Kemi fjalin sot Zamira shkon në pishin. Ç'bën sot Zamira? Shkon. Pra, shkon është folja. Në çfarë kohe kemi? E pakryer, e tashme apo e ardhme? Atëherë do të qarkojmë T, e tashme, sepse shkon është e tashme. Në të njëjtën mënyrë do të veproni dhe me fjalit e tjera. Ushtrimi 5. Plotëso tabelën duke zgjedhuar foljet e dhëna sipas vetave. Nëse cilën kolon është dhënë nga një shembull dhe është e rëndësishme që ne ta shohim shembullin, sepse kështu kuptojmë se në çfarë kohe e kemi foljen. Të parën, për foljen largoj e ka bërë mësuesja. Unë largoja. Ti largoje. Ai largonte ose ajo largonte. Ne largonim. Ju largonit. Ata largonin ose ato largonin. Pra, kështu do të veproni dhe me foljet e tjera dhe është shumë e rëndësishme që të shihni në çfarë kohe është, që në këtë mënyrë ta zgjedhoni në mënyrë të saktë. Ushtrimi 6. Këtu kemi shembujt. Shkruaj fjalit duke i kthyer foljet në numrin shumës. Kujdes, përdor të njëjtën vetë. Atëherë, ti mbyllje dritaren. Shohim se folja është mbyllje. Dhe do ta kthejmë në numrin shumës. Por, përpara se ta kthejmë në numrin shumës, ne duhet të kthejmë dhe vetën, që është pra për emrin vetor ti. Dhe ti dim se është veta e dytë numri njëjës. Dhe do ta kthejmë në vetën e dytë numri shumës. Pra bën ju. Atëhere, ju mbyllnit dritaren. Pra, ti mbyllje dritare u kthye në fjalin në numrin shumës. Ju mbyllni dritaren. Fjalin e dytë e ka bërë mësuesja. Ai do të blejë biletat e tragjedit.
Folja është do të blejë dhe është në kohën e ardhme. Për emri vetor është ai, numri njëjës, veta e tretë. Pra, vetën e tretë, numri njëjës, do ta kthejmë në vetën e tretë, numri shumës. Ai, gjinja mashkullore, bën ata, gjinja mashkullore. Dhe shkruajmë fjalin, ata do të blejnë biletat e tragjetit. Pra, në të njëjtën mënyrë do të veproni dhe me tre fjalit e mëposhtme. Ushtrimi 7, ngjyros me të gjelbër foljen e përshtatshme për fjalit e mëposhtme, përcakto kohën e saj. Por, siç tham, ne nuk mund ta ngjyrosim librin, kështu që do ta analizojmë me laps foljen. Kemi fjalin dikur, mara, këtu kemi pra tre folje, pra është e njëjta folje, por është në kohë të ndryshme. Pra dikur mara shkonte, do të shkoj apo shkon çdo ditë në stërvitje. I mari me radhë. Dikur mara shkonte çdo ditë në stërvitje. Pra shohim se me këtë kohë kjo fjali shkon. Nëse marim foljen e dytë në kohën e ardhme, dikur mara do të shkoj çdo ditë në stërvitje, pra nuk shkon. Ose dikur mara shkon çdo ditë në stërvitje, pra as kjo folje nuk përshtatet. Dhe si tham, do të zgjedhim foljen në kohën e shkuar. Dikur mara shkonte çdo ditë në stërvitje. Në të njëjtën mënyrë do të veproni dhe me fjalit e tjera. Detyrë shtëpie në fletore keni ushtrimin 8. Është e rëndësishme që këto ushtrime ju t'i kryeni me avash dhe me kujdes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj mësim të mbar.